Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në TechSouth.al. Në këtë video të flasim për një aplikacion të ri, i cili quhet Komisariati Digital, i nxjerrë nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë. Ky aplikacion ju ndihmon të raportoni çdo gjë të pazakontë apo shkelje të rregullave në qytetin tuaj. Së pari duhet keni një telefon Android. Unë këtu kam një Samsung Galaxy S3. Aplikacioni është i disponueshëm vetëm për Android në këtë moment, jo për iPhone, jo për iOS. Si fillim duhet shkoni në Google Play Store. Të lësh ky aplikacioni këtu. Pra Google Play Store. Më pas të duhet thjesht kërkoni për komisariati. Dhe është i vetmi aplikacion me këtë logo nga Ministria e Punëve të Brendshme. Klikoni në të dhe mund lexoni më shumë rreth këtij aplikacioni. Deri tani është instaluar vetëm një herë. Më pas mund të klikoni install. Dhe si shikojmë këtu, ky aplikacion mund të marrë vetëm lokacionin tuaj ose vendodhjen. Duhet të ketë akses në kamera ose në foto dhe në mediat tuaja. Duhet theksuar që nga një postim i faqes në Facebook Jeta është qef, ku thoshte se merr edhe të dhënat tuaja personale, por siç shikojmë kjo nuk është e vërtetë. Pra këto 3 gjëra merr vetëm. Kështu që ju mund të vazhdoni të qëndroni anonim në këtë aplikacion. Më pas klikoni accept. Dhe pasi të ketë përfunduar instalimi i këtij aplikacioni, mund të klikoni në open. Pra ky është aplikacioni vet. Këtu janë kushtet e privatësisë. Okej, i lexuam. Pra ky është aplikacioni. Këtu mund të raportoni një parkim të gabuar, aksident, ndërtim pa leje, korrupsion, vjedhje, armbajtje ose dhunë dhe ankesa të tjera. Pas kemi edhe këtë menun këtu. Këto janë raportimet e fundit, pra deri më tani jam bërë 458 raportime nga më të ndryshmet. Këtu ke raportimet e mia, nëse të kishit bërë një raportim. Dhe këtu është thjesht disa informacione rreth aplikacionit dhe partnerit. Për të bërë një raportim, thjesht pra duhet të klikoni një nga këto ikonat, për shembull korrupsion, dhe më pas keni përshkrimin, personi dyshuar, qyteti apo fshati, adresa, nëse doni të ngarkoni ndonjë foto, mund zgjidhni imazhet ose fotot nga memoria apo kamera. Dhe nëse doni të qëndroni anonim, mund ta lini këtë siç është, po. Nëse nuk ka problem, nëse nuk jeni anonim, thjesht e ndryshoni në jo dhe mund të shkruani emrin apo numrin e telefonit tuaj dhe emailin. Dërgo koordinatat, kjo është për të dërguar pra vendodhjen tuaj. Po, ose jo, pra nëse doni që të dërgoni koordinatat apo jo. Dhe më pas, klikoni këtë ikonin këtu. Pra siç shikoni dhe vetë duhet të plotësoni të gjitha. Të dhënat për të dërguar këtë ose për të raportuar një korrupsion. Pra të gjitha këto funksionojnë në një të mënyrë. Për shembull, ose ndërtimi pa lej, për shembull, mund t'i bëni një foto
Pra mund t'i bëni një foto ndërtimit dhe mund ta ngarkoni atë foton. Ose mund të ngarkoni disa foto nga kamera ose nga memoria juaj. Edhe me këtë, ju jepet opsioni për të qëndruar anonim. Për parkim të gabuar, edhe me këtë mund të bëni një foto ose të dërgoni foton. Për armbajtje, foto është opsionale. Të njëjtat hapa ndjekim edhe për këtë. Nëse keni ndonjë ankesë tjetër, të njëjtat hapa edhe për ankesën. Pra edhe për veten. Pra shikoni, është një aplikacion shumë i thjeshtë, shumë i mirë. Për mendimin tim, ideja në fakt është shumë e mirë. Shpresojmë që të funksionojë. Ja ku kemi edhe ikonën këtu. Kjo është ikona e aplikacionit. Pra edhe një herë, ky aplikacion është disponueshëm vetëm për Android dhe jo për pajisje të tjera. Ndoshta më vonë do të kemi një version për pajisje të tjera, por për versionin e Android funksionon mjaft mirë. Kaq edhe për sot. Për më shumë lajme nga shkenca dhe teknologjia, mund të vizitoni faqen techsot.al.